Thënie nga Miguel de Cervantes, shkrimtar dhe ushtarak I minjo spanjoll dhe botror. Njihet botërisht me romanin Don Quixoti I Manches, një nga kryeveprat e letërsisë botërore. Citojmë disa prej thënieve të tij. Për liri, ashtu si edhe për nder, duhet e ja vlen që njeriu të rrezikojë jetën. Nga të gjitha të këqijat që mund t'i ndodhen njeriut, robëria është më e keqja. Detyrimit dhe mirënjohjet që bamirësitë dhe nderet të ngarkojnë janë pranë nga të rënda për shpirtin dhe për lirinë. I bekuar është ai të cilit qielli hedhë një copë buke, për të cilin nuk I detyrohet mirënjohje njeriu. Dashuria nuk pyet për asgjë dhe në asgjë nuk njemas as kufi. Nuk ka femër në botë që sa do mbërthyer në rregulla të rrepta për mbajtje dhe sa do përkor me qoftë vetë vetiu, të mos e gjej kohën për të përmbushur dëshirat e saj. Tërbimi shfrenuar I zilis, çfundi hidhur I pret tër ata që të hapin dyert e zemrës. Fillimi I shëndetit është njohja e sëmundjes. Shakaja le të jetë me spec, por jo ta djeg e ta godas gjernat pik tjetrin sa ta dëmtoj. Sikurse flaka që as mbolohet as fshihet, ashtu edhe virtyti nuk mund të mos zbulohet e të njihet. Njeriu I shfaq ato që ndjen me ato që bën. Bota nuk di të shmoj e të shpërblej siç duhet, mendjet e holla dhe veprat e mëdha. Çmenduria dhe trimëria nuk janë një lloj. Ku gjendet në buzë të greminës, duhet të shtoj trimërinë, por jo çmendurinë. Zemrave trimërore u ka po aq hije të durojnë në mot të ligë, se edhe të ngazëllejnë në mot të mirë. Fjala e urtë e futur si pyk në bisedë, sado e urtë që të jetë, bëhet e urryer. Për të mundurin e mira kthehet në të keqe, dhe e keqja në një të keqe akoma më të madhe. Ka doktor që vdesin të sëmurin në vend që ta shohrojnë dhe prap kërkojnë të marrin një thes me para për punën e tyre.